Ju përshëndesi gjithëve, mirë se vini në Newsline, do të jemi së bashku në Ovin për të parë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Kandidati për deputeti Berishës, ish gjyqtari i shkarkuar Gjin Gjoni është vënë nën hetim për shpifje. Policia e Lezhës u vënë në lëvizje pas kallëzimit që dy zyrtarë socialist bën një ditë më parë, të cilët Gjin Gjoni i përmendi edhe me emra publikisht në një postim në Facebook, duke thënë se janë të implikuar në blerje votash dhe në intimidim zgjedhësish. Një ditë më parë, dy kandidatë socialistë në Lezhë denoncuan dhunën mbi ta dhe mbi të afërmit nga njerëz të kandidatit demokrat. Ish gjykatësi vetë larguar nga vettingu Gjin Gjoni, që kandidon për Partinë Demokratike në Lezhë, pas publikimit të një videoe ku shan socialistët dhe i ndjek nga pas me shpejtësi skëter me makinë, është vënë nën hetim. Policia e Lezhës njofton zyrtarisht se Gjin Gjoni do të procedohet në gjendje të lirë për veprën penale të shpifjes. Shërbimet e Komisariatit të Policisë në Lezhë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për veprën penale shpifje për shtetasin Gjin Gjoni, kandidat për deputet i subjektit politik Partia Demokratike, pasi kanë kallëzuar 5 përfaqësues të Partisë Socialiste, se 55 vjeçari ka publikuar në rrjetin social Facebook një postim, nëpërmjet të cilit shpif se 5 shtetasit janë të implikuar në blerje votash dhe intimidim të zgjedhësve. Hetimet nisën pasi kryetari i Partisë Socialiste së degës së Lezhës denoncoi në komisariat Gjin Gjonin. Ai publikoi një video ku përndiqte me shpejtësi të çmendur socialist që sipas tij po blinin vota, ndërsa shkruante se grupet e krijuara nga ai kanë qëllim mbrojtjen e votës së lirë. Në prokurorinë e posaçme deri ditën e sotme kanë bërritur 115 kallëzime për krime zgjedhore. Raportimet e fundit thonë se për 35 prej tyre ka nisur tani më procedimi penal. Unë do të jem drejt për drejt me Ermal Vion për të marrë më shumë detaje. Ermal, të përshëndes, cilat janë informacionet që kemi nga depozitimi i këtyre kallëzimeve për krime zgjedhore? Por Ovena, prej ngritjes po themi të strukturës të posaçme të ngritur nga ana e prokurorisë në lidhje me hetimin apo parandalimin e krimeve zgjedhore, deri në datën 5 maj, në një njoftim të prokurorisë të posaçme, janë regjistruar 115 kallëzime që lidhen kryesisht me krimet zgjedhore. Nga këto kallëzime, pjesa më e madhe sipas prokurorisë janë bërë nëpërmjet platformës online, ku 35 prej tyre kanë pritur nëpërmjet kësaj platforme të ngritur nga ana e strukturës të posaçme, kur çdo qytetar ka mundësi nëpërmjet faqes të publikuar në prokurorin e posaçme, faqes të publikuar në internet, të bëjë të mundur kallëzimin e tij në lidhje me krimet zgjedhore. Ndërsa 25 të tjera janë materiale kallëzuese që janë kryer nga subjekte të ndryshme politike, ku ata janë drejtuar prokurorisë së posaçme kryesisht nëpërmjet postës, qoftë asaj elektronike apo dhe postës, le të themi, klasike. Nga ana tjetër, nga këto kallëzime janë regjistruar 35 procedime, çka do të thotë që prokurorët e posaçëm kanë gjetur elemente të veprës penale në këto 115 kallëzime që janë drejtuar prokurorisë, ku për 35 prej tyre kanë vijuar me veprime të tjera hetimore për të bërë të mundur gjetjen e personave apo për identifikimin dhe rolin e personave përgjegjës që rezultojnë si të implikuar në këto krime zgjedhore. Nga ana tjetër, prokurorët e posaçëm kanë kryer 8 procedime, pra në 8 procedime janë kryer përmes prokurorëve të posaçëm, të cilët kanë nisur, le të themi, hetime kryesisht në sajt e indicjeve që ata kanë marrë o nëpërmjet medjeve ose indicje të tjera, duke vijuar kështu hetimet për vepra penale që kryesisht lidhen me krimet zgjedhore. Kujtojmë në fakt që ka qenë prokuroria e posaçme që prej janarit bëri të mundur hartimin e një plani për të bërë të mundur goditjen e krimeve zgjedhore dhe parandalimin e tyre për vepra penale që lidhen kryesisht me grupe kriminale, ndërhyrjen e grupeve kriminale, kjo sa i takon krimeve zgjedhore, e gjithashtu ndërhyrjen e zyrtarëve të lartë në përfshirjen e krimeve zgjedhore, dhe për të gjitha këto, prokuroria e posaçme ka hartuar, po themi, një plan strategjik ku një numër i caktuar prokurorësh do të qëndrojnë në prokurorinë e posaçme në krye të kësaj strukture, ndërsa pjesa tjetër do të shpërndahen në qarqet e vendit për të bërë të mundur pra zbarkimin në terren jo vetëm të prokurorëve, por edhe të anëtarëve të byros kombëtare të hetimit që do të jenë në procesin e zgjedhjeve, në procesin para zgjedhjeve, ditën e zgjedhjeve dhe në procesin pas zgjedhjeve. Ermal, ke detajet të tjera sa i takon 35 procedimeve penale të nisura, janë ende në fazë hetimesh, ka persona konkretisht të identifikuar që mund të jenë marrë në pyetje apo diçka tjetër?
Janë ende në fazën e verifikimeve paraprake, por ajo është të sikundur unë e përmenda është se prokurorët në kallëzimet që kanë regjistruar në prokurorin e posaçme për këto 35 procedime kanë gjetur elemente të veprës penale që përfshihet me korrupsionin në zgjedhje apo po themi elemente të tjerë të kësaj natyre dhe sigurisht tyruar që të bëjnë regjistrimin e më pas në një fazë tjetër do të therasin edhe personat të cilët dyshohen që kanë djeni fillimisht apo të jenë të përfshirë në këto vepra penale. Pra është një moment i dytë ku prokuroria do të bëjë të mundur identifikimin apo edhe roli përkatës të personave të përfshirë. Faleminderit Ermal Via për raportimin. Kryet socialisti Rama përsëriti thirrjen për shqiptarët e Greqisë për të votuar për zgjedhjet e 11 majit. Rama tha se sot është mundësia e fundit për të dërguar votën nga ishujt e Greqisë. Rama ftoi shqiptarët të votojnë për Partinë Socialiste dhe për pasaportën europiane, ndërsa për demokratët mesazhi ishte i qartë, të mos votojnë duke braktisur kënetën. Bashkëbisedimin me qytetarët këtë të martë, Edi Rama e nisi me një thirrje për shqiptarët e Greqisë, specifikisht ato që jetojnë në ishuj, e që pas ditën e sotme e kanë edhe afatin e fundit për të marrë dhe dorëzuar zarfet me fletët e votimit. Kompania e madhe globale do e lëja, në ditë e para pati vështirësi, pati ngecje, tani janë shpërndar mbi 90% e zarfave. Në ishuj mbaron sot mundësia për të dërguar votën. Në Gadishull ka akoma disa ditë, por mos e lini për ditën e fundit. Hapeni zarfin, vini shënimin tek numri 5 dhe dërgoni mbrapa. Edhe pse pranon se ka gjëra për të cilat nuk është i kënaqur, Rama nuk e fsheh ambicien për të përmirësuar qeverisjen. Unë jam vetë i pakënaqur. Jam shumë i pakënaqur në shumë gjëra dhe prandaj jam edhe shumë ambicios për t'i bërë gjërat më mirë. Dhe pa diskutim që shqiptarët nuk duan vetëm të vuajnë, por shumica e shqiptarëve e sheh ndryshimin, sepse e prek ndryshimin, sepse jeton me ndryshimin. Për këtë arsye, thot Rama, në 11 maj shqiptarët duhet të bëjnë zgjedhjen e duhur, ndërsa për demokratët mesazhi ishte i qartë. Takimi me historinë kërkon që të mblidhemi të gjithë tek 5-a. Tek numri 5. Tek Partia Socialiste. Kush nuk e bën dot të kapërcim, atëherë le mos ta vëri tek 5-a shënimin. Le ta vëri tek një nga kandidatët e listës preferenciale. Dhe nëse pastaj as të nuk e bëjnë dot, mos shkojnë kënet, të rinë shtëpi. Nëse zgjedhjet mbahen sot, Partia Socialiste fiton 51.5% të votave. Sondazhi i fundit parazgjedhori ABC News tregon se socialistët marrin një rezultat historik duke siguruar të vetëm qeverinë. Aleanca e Partisë Demokratike vjon rënien krahasuar me 2 javët e fundit. Rama merr një rezultat historik në Tiranë duke synuar mandatin e 20. Aleanca Berisha-Meta rrezikon të mos kalojë dhe vjen e kuqet mandateve të sigurta duke i djegur kështu Metës ëndrrën për liri. Me një rezultat befasues edhe në Shkodër, Partia Demokratike shënon rënje të madhe duke rrezikuar të marrë të njëjtin numër mandatesh me socialistët. Ky është rezultati. Sondazhi i fundit i ABC News dhe Angji Ricerkia, 5 ditë para zgjedhjeve, nxjerr Partinë Demokratike në Tiranë me një rezultat katastrofal, edhe më të keq se në vitin 1997, në raport me Partinë Socialiste. Kampionimi i qytetarëve të kryeqytetit, vetëm pak ditë para 11 majit, pasqyron një diferencë të thellë mes votave për Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike në nivelin 18% në ambarin e mandateve, aty nga del 1/3 e parlamentit të ardhshëm, që përcakton edhe fituesin e Shqipërisë. Sondazhi nxjerr Partinë Socialiste fituese me 53%, ose rritje 5% në krahasim me vitin 2021. Kjo i jep dhe 1 apo 2 mandate më shumë socialistëve, duke kapur nivelin e 19 apo 20 mandateve. Kurse Partia Demokratike, bashkë me Ish Lëvizjen Socialiste për Integrim brenda, bie në 35%, apo 9 pikë më pak se viti 2021.
Aleanca Madhështore humb rreth 6 mandate, duke shkuar në nivelin e 11 apo 12 deputetëve. Në rrezik këtu është edhe ëndra e djalit të Fari Balliut. Por ky rezultat për Partinë Demokratike do të zhdukte nga loja gjithë kandidatët e listës së hapur, pasi votat nuk e kalojnë vijën e kuqe të mandateve të sigurta. Mundi do u shkonte kot listës së hapur. Jorida Tabakut, Ilir Ali Mehmetit, Dhurata Çupit apo Shpëtimi Drizit, ndërsa Ilir Metës, përveç mandatit, do I digjej edhe liria. Kurse Partia Socialiste mund të shkojë deri në 20 mandate, çfarë do u jepte shanse më shumë kandidatëve për të hyrë në parlament. Në listën e hapur të Partisë Socialiste luftojnë ministrat Gonxha dhe Hoxha, apo deputetët Blerina Gjylameti, Mimi Kodheli, Anila Denaj, Toni Gogu, Fatmir Xhafaj, Ornaldo Rakipi, Xhemal Qefalia, Arben Pullumbi, Olta Xhaçka, apo dhe Endrit Brajmllari ish Lëvizje Socialiste për Integrim. Surpriza mbeten partitë e vogla. Adriatik Lapaj dhe Agron Sheaj janë pranë mandatit të dytë në kryeqytet, kurse Arlind Qori siguron një mandat, por jo të vetin. Sondazhi nxjerr jashtë parlamentit dhe skenës politike Euroatlantikun Lulzim Basha. Po ashtu, ky sondazh mati edhe humorin politik në Shkodër, me një rezultat surprizë kësaj radhe. Partia Demokratike bie me 11% të votave, por sërish mbetet partia kryesore në bastionin e saj të djathtë me 45%, ose 5 mandate, aq sa në vitin 2021 apo 2017. Partia Socialiste rritet me 12% të votave, çfarë jep mandatin e 4, kurse Tom Doshi ka mandatin e vet të sigurt. Betejë bëhet për mandatin e 11. Në rast se Partia Socialiste fiton betejën mes Berishës dhe Doshit, atëherë Shkodra shkon për herë të parë në një barazim, por kodi zgjedhor favorizon Partinë Demokratike si parti kryesuese për të marrë votat e partive të vogla, ndërsa Doshi është pranë mandatit të dytë, të cilin do ja merrte Partia Socialiste, që në Shkodër drejtohet nga Benet Beci. Në nivel kombëtar, Partia Socialiste, edhe në këtë sondazh të tretë, shkon e sigurt në fitore. 51.4% e shqiptarëve janë për një mandat të 4 të Ramës, kurse Partia Demokratike dhe ish Lëvizja Socialiste për Integrim vijojnë rënien në 36.6%. Rritja e Ramës dhe rënja e Berishës reflektohet edhe tek vlerësimi i shqiptarëve në këtë sondazh të tretë, si lider politik, fushata apo puna e kryeministrit në 3 mandate. Rama pëlqejet nga 51% e shqiptarëve. Fushata, edhe pse në nivelin 35%, mbetet më e pëlqyera në raport me rivalet, kurse puna si kryeministër vlerësohet pozitivisht nga 54% e qytetarëve. Ndërsa Berisha, me gafat, ngatresat, moshën e premtimet madhështore, shtuar edhe grushtat e Xhelalit dhe Nallbatit, apo deklaratat e Tomor Alizotit, ka nivel pëlqyeshmërie të fushatës në nivelin 17%, në një rënje që as Laçi Vitas po e nxjerr dot, kurse si lider politik është i 4. më i pëlqyer, pas Ramës, Lapajt dhe Sheajt. Po ashtu, shqiptarët në këtë sondazh të tretë mendojnë në shumicë 53.4% se në Shqipëri jetohet mirë, kurse 50.7% mendojnë se vendi po ecën në drejtimin e duhur dhe kjo përqindje në 3 javë është rritur. Ashtu siç janë rritur përqindjet për problemet kryesore të shqiptarëve, kriza ekonomike, pagat e ulta, papunësia, shpopullimi, ndërsa në rënje vijojnë korrupsioni, siguria dhe kriminaliteti apo kriza politike. Ky ishte sondazhi i fundit mes ABC News dhe Angji Ricerke në Real Story. Tani fjalën e fundit e kanë shqiptarët me 11 maj. Mbasin ata që janë opozit. Ky ishte Real Story për sonte, shihemi nesër ora 8. Deri nga Suul Valla, natë e mirë. Ne do të ndalemi tani tek zhvillimet politike, duke patur parasysh se 5 ditë na ndajnë nga dita kur shqiptarët do të shprehin vullnetin e tyre politik përmes fletëve të votimit në kutitë e votimit. Do të marrim në fokus patjetër fushatën, edhe se çfarë pritet përgjatë këtyre ditëve të fundit. Do të jem në një komunikim të drejtë për drejtë me zotin Arben Meça. Ju përshëndet zotin Meça, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje. Komentin e parë dua në fakt për një zhvillim të ditës së sotme, duke patur parasysh se policia ka bërë me dije se kandidati për deputeti i Partisë Demokratike, i gjyqtari i shkarkuar Gjin Gjoni, është vënë në hetim për shpifje për të gjitha incidentet që ka në fakt 2 ditë që raportohen. Ne kemi qenë më herët së bashku edhe për raste të tjera të ngjashme, duke patur në fokus edhe zotin Mziu, çfarë po ju thot kjo frym edhe mënyrë e të bërit fushat deri më tani? Po përsëritet shumë këto ngjarje dhe nuk është mirë, gjithsesi ka një farë nervozizmi i cili demonstrohet në këtë formë. Kam përshtypjen që ka një direktivë për të prodhuar sa më tepër incidente në ta shqyrtuar fakt mbledhës dhe përgatitet terreni për
mos njohjen e zgjedhjeve, kam përshtypjen. E kuptova. Në gjykimin tuaj, si do të shkoj e gjithë kjo çështje dhe këto 5 ditë të fundit që kanë mbetur? Duhet thënë që këto 5 ditë janë ditë decisive, jo më tepër për rezultatin e zgjedhjeve, sesa për rrugën e standardit të zgjedhjeve dhe shmangjen maksimale të incidenteve, sepse është e vërtetë që pavarësisht 3-4 incidenteve tashmë të bërë publike, të cilat prit të vërtetës andojnë më tepër në dëm të kandidatëve të opozitës, sepse janë veprime agresive të tyre. Situata deri tani ka qenë jo e qetë, por ka qenë më se normale dhe mund të themi që ka qenë një nga fushatat më pa gjak të bëra deri më sot dhe më pa incidente dhe më pa problematik. Gjithsesi, ky ritëm duhet ruhet deri në numërimin e votave. Pra edhe data 12 duhet të jetë në vëmendje të mosprodhimit të ngjarjeve të cilat janë të panevojshme për këtë proces dhe njëkohësisht mund të prodhojnë insinuata të cilat do ta dëmtojnë cilësinë e këtij procesi, i cili deri më sot për vërtetë po ecën në kushte shumë normale. Këtë apel e keni se dyshoni se mund të ketë ngjarje të tilla? Shiko, e gjithë debati që ne bëjmë në thelb është dyshim, sepse që ne të flasim gjithmonë për gjëra pozitive, ajo vjen vetë në mënyrë të natyrshme, por që ne të flasim për gjëra të cilat ne duhet i paramendojmë dhe duhet t'i parandalojmë, kjo i shërben procesit, mendoj. Nuk do të thotë që ne paragjykojmë procesin, por duhet thënë që gjithë procesi duhet të jetë në një vëmendje të shtuar në mënyrë posaçme në këtë periudhë, e cila është vetëm 4 ditë dhe do ishte mirë që të gjitha palët jo vetëm të ruajnë qetësinë, por në mënyrë posaçme lija qeveritare e cila është më interesuar për suksesin e këtij procesi, jo të rezultateve. Rezultatet e vendos populli, por procesin, përgjegjësinë kryesore tashmë ka pjesa qeveritare. Dhe është mirë që të shmangë absolutisht çdo lloj përplasje të panevojshme. E trajtuam dje në shumë linja konfliktin që u bë në Fier, që unë pavarësisht që thash veprimi i deputetit ose i kandidatit për deputet Partisë Demokratike është në kundërshtim me ligjin, por njëkohësisht penalizova në një farë këndvështrimi dhe reagimin refraktar të policisë bashkiake. Këto janë konflikte të cilat nuk i bëjnë mirë procesit dhe është mirë që të përdoret negocimi politik me elitat politike të zonave. Pra, çdo parti, çdo grupim në çdo zonë ka një përfaqësi të lartë politike, duhet konsumuar komunikimi dhe ulje tensionit në nivelet e larta të politikës lokale gjithmonë dhe mëtej nëse se nuk ka zgjidhje, pastaj kalohet në probleme të zbatimit korrekt të ligjit. Kështu që do të mendoja dhe do të isha gjithmonë në një rekomandim që në këtë fazë të ketë parasysh që ballafaqohesh ashtu se shtaj parë, ndoshta edhe me një direktivë të opozitës, të leadershipit të saj për të prodhuar sa më tepër konflikte, për të prodhuar një terren dhe për të prodhuar një frym të një fushate të tensionuar dhe të manipuluar, gjë që kërkon një vëmendje në mënyrë posaçme nga ana e linjave qeveritare për të shmangur absolutisht gjithmonë ka parasysh konfliktet e panevojshme, duke i futur gjithë procesin në një negocim politik në momentin e parë, duke ulur maksimalisht ngjarjet dhe gjakrat e panevojshëm por edhe të provokuar. Kështu që këtë situatë në këtë moment unë kështu e shoh. Pjesa e programeve, pjesa e proceseve elektorale që janë jo mitingje, jo aktivitetet deputetëve dhe kandidatë, të gjitha këto janë normale, po zhvillohen kushte normale, pa absolutisht asnjë lloj problematike. Mirë, zoti Meçe, unë duaj që të ndalemi së bashku edhe tek sondazhi publikuar mbrëmjen e dieshme në ABC News për të marrë në fakt të gjitha shifrat. Ne kemi diskutuar së bashku edhe në sondazhin e dytë që u publikua. Në fakt edhe të dhënat flasin për 51
0.5% të votave që do të sigurohen nga ana e socialistëve, që përkthehen në sigurimin e qeverisë së vetme. Partia Demokratike, Aleanca Berisha Meta vijon rënien, duke vënë kështu në pikpyetje edhe listën e sigurt kandidatëve për deputet sa i takon mandateve që mund të sigurojnë. Synohet mandati 20 në Tiranë nga ana e Partisë Socialiste, çfarë ju thonë gjendjet kryesore? Tani gati zgjedhjet janë bërë të lexueshme, por ajo që unë do të vazhdoj të insistoj, janë zgjedhje të cilat praktikisht janë pasqyrim i personalitetit, dignitetit të individëve leadership. Pra, po ti shikosh dhe kur bëni ju sondazhet, dhe sondazhet jo vetëm tek ju, por përgjithsisht gjithë sondazhet, në qendër të vëmendjes kanë liderin e grupimit politik ose të aleancës. Dhe tek Partia Socialiste gjithmonë ke Edi Rama, tek aleanca ke Sali Berisha dhe me radhë të gjithë. Dhe personaliteti, identiteti dhe besueshmëria e liderit arsyetimi politik të grupimeve të caktuara politike shoqërore që ekzistojnë në terren është baza dhe themeli i këtij sondazhi. Dhe në qoftë do shihni me vëmendje, kur sondazhi kalon në një pikë tjetër që është besueshmëria dhe përqyeshmëria e liderit të grupimit ose të fraksionit politik çfarëdoshëm, do shihni që ka një marrëdhënie sinkron, ka një marrëdhënie bionivoke, ka një komunikim të drejtë për drejtë që transmetohet nga lideri tek partia. Dhe ju e shihni që lideri Rama është 2 pikë mbi partinë. Lideri Berisha është 2 pikë nën partinë. Dhe kështu vazhdojnë në lishmëri dhe të tjerët. Pra, jemi në një marrëdhënie absolutisht të lishme ku opinioni ndaj liderit transmetohet në opinionin ndaj grupimit politik. Dhe ajo që bën përshtypje në këtë rast, unë do vazhdoj ta theksoj, bie në sy fakti që Rama ndodhet mbi partinë, çka do të thotë është lokomotiva që tërheq një tren nga pas, ndërsa Berisha ndodhet nën partinë, çka do thotë që është një lokomotivë e cila e tërheq mbrapsht, e pengon atë tren opozitar drejt rezultateve pozitive. Dhe në këto kushte, kjo është një prishmëri që ne e dinim dhe vazhdojmë të themi. Fakti që në krye të Partisë Socialiste qëndron Edi Rama është një benefit jashtëzakonisht i mirë i grupimit politik të Partisë Socialiste. Besueshmëria dhe përqyeshmëria e tij është faktori kryesor i rezultatit të Partisë Socialiste, krahas pastaj pjesës tjetër, që Partia Socialiste është një strukturë absolutisht shumë solide dhe organizuar. Nuk i qëndroj shumë programeve, unë nuk jam shumë partizan i programeve, i kam parë programet dhe programet janë fluska, të gjitha janë fluska, të paralizueshme në mënyrën se si transmetohen dhe nuk kam parë një program i cili të flas për projekte zhvillimi, por janë programe të gjitha konsumatore, si do ushqejmë të varfërit, si do ushqejmë klepejt, si do ushqejmë fshatarët, nuk funksionon kështu, nuk mbajt shteti në këtë formë. Prandaj janë të besueshme, por besueshmëria ndaj liderit është shumë e rëndësishme. Dhe ne kemi të thënë, Sali Berisha, për i të vërtetës është pengesa kryesore e opozitës sot shqiptare. Tani është e drejtë e saj të mbaj Sali Berishën dhe të jetë vit pas viti, sezon pas sezoni në humbje, është e drejta e tyre pastaj që në sezonin tjetër tashmë se kjo mbaroi, të marrin masa serioze për të rinovuar absolutisht leadershipin e grupimit të djathtë opozitar për të pretenduar, pastaj se do të gjerët të shohim në kohë, për të pretenduar nëse do të bëhen faktor për të marrë pushtet nëse janë. Me këtë situatë politike që shohim sot, ku Berisha thash është një lokomotiv që pengon opozitën tes përpara, Rama është një lokomotiv që tërheq Partinë Socialiste, rezultatet edhe në përshmëri të mëtejshme do të jenë që Partia Socialiste gjithmonë do të fitojë dhe të fitojë dhe vetme, sepse në qoftë se ju shihni këto rezultate tani, duke patur parasysh sistemin, do shihni që ato përqindjet që janë pjesë fundore ku nuk plotësohet numri i një deputeti ose i 2 deputetëve të gjithë do të transmetohen te partitë e mëdha, dhe do shihni që Partia Socialiste do të realizojë
një fitore që në gjykimin tim do të jetë plebiscitare dhe ajo nuk do të jetë 71-74, po mund vete 78 vota, me sa po i shohun situatën. Kështu që fitoria është e padiskutueshme, ajo që vjen diskutim tani është për masa e saj. Do të jetë plebiscitare, apo do të jetë një fitore e thjeshtë që garanton qeverisjen. Me këtë logjikë, zëllimi unë dua të sjell në vëmendje të shikuesve edhe rezultatin që ka patur sondazhi për qarkun e Shkodrës, është befasues, nuk e di se si do ta shihni ju, flet për një rezultat mundshëm që mund të jetë i barabartë në mandate mes demokratëve dhe socialistëve. Lutem dhe një herë sepse nuk e dëgjova. Rezultati i sondazhit sa i takon qarkut të Shkodrës flet për ndarjen e mandateve në mënyrë të barabartë mes socialistëve dhe demokratëve dhe patjetër po flasim për Shkodrën që historikisht është njohur si një bastion i djathtë pavarësisht ndryshimit që ka patur në qeverisjen e pushtetit vendor së fundmi. Qeverisja e pushtetit vendor bëri një revolucion, do të thënë, në mendësinë e Shkodrës, por ajo që unë dua të theksoj për Shkodrën, që e njoh tani mjaft mirë për arsye pune, do të thënë. Në Shkodër është prodhuar një staf i mirë punëbërës, që është instaluar në bashkinë e Shkodrës, e cila për të vërtetës në bashkëpunim me projekte të iniciuara dhe financuara nga qeveria, po bën shumë punë të mira në Shkodër. Punë të mira, punë të cilat po godasin atë mendësi, e cila do të thënë nuk pëlqen ta penalizoj, por në Shqipëri ju po shihni që skema e bastioneve po bie gradualisht. Nuk ka më në Shqipëri bastionet e njëri sot tjetrit, por ka perceptim të bastioneve ndaj politikave që bën qeveria në interes të qytetarëve të lokal të zonës. Dhe në Shkodër duhet thënë që po ndihet absolutisht një frym jo e vogël transformimi, që po e bën Shkodrën një pol deri dhe konkurrues edhe me Vlorën, që tash më dihet që është një nga polet me zhvillim të jashtëzakonshëm, qoftë në tregun turistik, qoftë tregun imobiliar. Shkodra do marrë dhe po merr këtë përmas. Po e merr në Shkodër, po e merr në Velipoj, po e merr edhe në lidhjet që ka me Shëngjinin me Lezhën, po e merr dhe në lidhjet që po rikonfirmohen me Marinezi. Kështu që Shkodra, sipas projekteve tashmë të njohura prej meje, që janë projekte zhvillimi, kryesisht në fushën e turizmit dhe menaxhimit urban, në këto momente që flasim, ka marrë një zhvillim i cili për të vërtetës po e bën bindës atë votën që populli i Shkodrës do t'i japë projektit zhvillimit. Dhe natyrisht kur them projektit zhvillimit, do kupton atë staf pune në Shkodër dhe kuptohet edhe qeverinë, e cila është një mbështetje jo e vogël. Kuptohet në zonat e thella ka një problem, sepse vala e ndryshimit në zonat e thella vjen çik me vonesë, çka do thotë ajo fryma i perceptimi konservator i bastionit të Partisë Demokratike do të ballafaqohet me një pengesë jo të vogël. Shkodra ka dhe një gjë tipike, sepse atje është edhe Tom Doshi. Tom Doshi operon në territorin e tij, një territor që për të vërtetës do të thonë është i pacënueshëm qoftë nga Partia Demokratike, qoftë nga Partia Socialiste, kështu që dhe faktori Tom Doshi duhet marrë në konsiderat. Por ajo që në përgjigje përfundimtare të pyetjes, që e bën Shkodrën interesante, është fakti që grupi punës i pushtetit lokal ka bërë në bashkëpunim me qeverinë disa projekte të cilat vërtet janë mbretërëse dhe që parashikohet një zhvillim shumë i dhunshëm, sidomos në mbas një viti mendoj. Edhe ky sezon do të ketë zhvillim, por jo si punë, ndërsa vitin tjetër Shkodra do të bëhet vërtet një nga pikat rekreative shumë interesante në Shqipëri, fal këtyre projekteve të zbatuar në bashkëpunim qeveri pushtet lokal. Faleminderit zoti Meça. Faleminderit që ishit me ne në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit ju. Ishte gjithçka e përgatitur për Newsline për ditën e sotme, zhvillimet e fundit përditësuara minut pas minute nga vendi, rajoni dhe bota. Ju mund t'i ndiqni dhe në faqen tonë abcnews.al, njerësh dhe në valët e radios 105 FM. Bashkë përshëndetemi këtu, mirupafshim.